Përshëndetje shikues të nderuar, po takohemi edhe sot së bashku këtu në emisionin Frontal, ku si çdo ditë tjetër mund të njiheni me zhvillimet më të rëndësishme në vend. Policia e Kosovës është duke zhvilluar një ushtrim në bashkëpunim me ambasadën amerikane. Këtë ushtrim është duke përcjell edhe ekipi televizionit të shtat, për çka tani do të realizojmë një lidhje direkte me kolegun tim çlirimtar Morina, ndërsa në studio me Rafet Llapashticën nga Ovële e UÇK-s do të flasim në lidhje me protestën e organizuar nesër në Shkup pro krerëve të UÇK-s. Do të sillim dhe shumë informacione të tjera, mirë po fillimisht ndjekim titujt kryesor. Aksidenti rënd në autostradën Ibrahim Rugova, vdesin 2 persona, brenda 24 orëve raportohen 50 aksidente. Betohet kryetari i Vushtrisë i Mitrovicës, Faton Peci mirëpritet në zyrë nga Bedri Hamza. Në Mitrovicën e Jugut nis një peticion përmes tij kërkohet mundësimi pensionimit të parakohshëm të minatorëve. Policia e Kosovës në bashkëpunim me ambasadën amerikane organizon ushtrim në kryeqytet të shtat, raporton nga vendi i ngjarjes. Frontalin për sot e fillojmë po me një njoftim nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka rikujtuar ushtrimin e sotëm që është duke u zhvilluar tani bashkë me policinë e Kosovës. Ky ushtrim do të bëhet në kuadër të një shkallë të gjerë dhe ndërlidhet me përgjigje ndaj krizave të mundshme. Gjatë ditës së sotme do të mund të vërehet prania e shtuar e forcave policore në lokacione të ndryshme dhe atyre të sigurisë tek ambasada amerikane. Për të na treguar më gjithësisht se si po shkon ky organizim në mes të policisë së Kosovës dhe ambasadës amerikane, tani do të realizojmë lidhjen direkte me kolegun çlirimtar Morina. Përshëndetje çlirimtar, a mund të na tregoni se si është duke shkuar ky ushtrim i organizuar nga ambasada amerikane dhe policia e Kosovës? Po mirë mbrëma atëherë edhe për juve, po paraqitemi këtu nga kulmi i objektit të komunës së Prishtinës, aty ky është dedikuar hapësira për media që ta përcjellin këtë ushtrim të përbashkët nga policia e Kosovës dhe personeli i sigurisë ambasadës amerikane, por këto momente nuk ka shumë minuta që ka filluar për operacioni apo ushtrimi, më mirë të themi, ku këto momente do t'ju shoqëroj edhe pak me pamje nga ajo që po shihet, po kjo rruga kryesore të cilat të çon për skaj ambasadës objektit ambasadës amerikane është bllokuar për çarkullim për momentin, ndërsa sitet Kemi disa probleme teknike sa i përket kësaj lidhjeje direkte, ku çlirimtari po na tregonte se pak minuta më parë ka filluar edhe ky ushtrim i përbashkët mes policisë së Kosovës dhe ambasadës amerikane. Tani e kemi sërish në lidhje direkte çlirimtarin, të cilit po ja kaloj linjën. Apo për të garantuar siguri qohë për qytetarët e Republikës së Kosovës, apo edhe për personelin e ambasadës amerikane, mirë po edhe për emergjencat të tjera të çfarëdo lloj natyre. Pra, ky ushtrim po bëhet për herë të parë nga çfarë kemi informacione mes policisë së Kosovës dhe personelit të sigurisë së ambasadës amerikane. Në këtë moment jemi duke i parë edhe njësitë speciale të specializuar të policisë së Kosovës, të cilët janë inkuadruar në këtë ushtrim, ndërsa patrollimet apo policët e trafikut janë duke i kontrolluar të gjithë veturat e dyshimta të cilët në këto momente kanë çarkulluar pra nga kjo rrugë, të cila thashë më parë nga ora 15 është njoftuar që do të bllokohet për çarkullim, mirë po tek në orën 17, pak para orës 17 është bllokuar për çarkullim dhe ky ushtrim planifikohet që të zgjasë diku deri në orën 21. E thashë edhe më parë, por qëllimi i këtij ushtrimi, këtij trajnimi të përbashkët mes policisë së Kosovës dhe e personelit të sigurisë ambasadës amerikane është që të tregohet efikasiteti dhe efektiviteti në raste të reagimeve të tyre, por në raste të ndonjë emergjencë apo të ndonjë zhvillimi të papritur të cilat do ta cenonte sigurinë e qytetarëve të Republikës së Kosovës, mirë po edhe të personelit të ambasadës amerikane. Në këto momente, pas patrollimeve të cilat kanë pasur trafiku i policisë së Kosovës, po janë duke ardhur me radhë të gjitha njësitë të policisë së Kosovës, ndërsa po shohimi për një numër mjaft të madh të automjeteve të cilat kanë rrethuar objektin e ambasadës amerikane dhe do ta shikojmë së bashku me të gjithë mediat të cilat jemi prezencë se çfarë do ndodhë deri në fund të këtij ushtrimi. Pra, të gjithë njësitë të policisë së Kosovës i kanë detyrat e veta dhe të gjitha pavarësisht zhvillimeve të cilat do ndodhin në rreth këtij ushtrimi do t'i kryejnë pra ashtu edhe siç janë përgatitur, ashtu siç janë edhe trajnuar gjatë gjithë këtyre viteve në për trajnime të ndryshme.
Qëllimtarët falenderoj për të gjitha këto informacione dhe detajet të cilat na i ndave me shikuesit e televizionit të shtatë sa i përket këtij aktiviteti të Policisë së Kosovës, ndërsa ne shikues të nderuar qëndrojmë pikërisht tek ky institucion dhe informacionet që vijnë nga policia, të cilët kanë njoftuar se 2 persona kanë vdekur si pasojë e një aksidenti të rënd i cili ndodhi në autostradën Ibrahim Rugova. 2 persona humbën jetën nga ky aksident i rënd. Kjo pasi një vetur me targa të huaja u përplas me një kamion që po transportonte produkte ushqimore. Aksidenti ndodhi në autostradën Ibrahim Rugova në rrugën Suharik-Prizren. Fillimisht u raportua një e vdekur e që ishte drejtuesja e veturës. Siç konfirmoi policia, vdekja e saj ishte konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Sot rreth orës 7:40 në autostradën Ibrahim Rugova në kilometrën 26 ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë përfshira një mjet i rënd transportues kamion me targa vendore dhe një vetur me targa të huaja. Si pasojë e aksidentit, drejtuesja e veturës ka humbur jetën, ndërsa drejtuesi i kamionit ka pësuar lëndime. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Më pas u konfirmua edhe vdekja e një gruaje tjetër që ishte lënduar rënd. Ajo ka pranuar së pari trajtim në spitalin e Prizrenit, siç i kanë thënë televizionit nga aty. Por si pasojë e përkeçimit të gjendjes, ajo është nisur për në QKUK, me që rast ka humbur jetën gjatë rrugës. E se në QKUK u pranua pa shenja jete, tregoi Nasër Sylla, drejtori i emergjencës. Në gjendje të vdekur, komplet e vdekur, veç o konstatu vdekja. Në 24 orëshin e fundit janë raportuar gjithsej 50 aksidente, prej tyre një me fatalitet, 18 me të lënduar e 31 me dëme materiale. Tani flasim për zhvillimet nga gjykata themelore në Prishtinë, ku sot është mbajtur edhe një seancë tjetër, ku i akuzuar ishte Nagib Krasniqi. Paraqitja dytë brenda 5 dite në gjykatë. Ish kryeshefi Kekut Nagib Krasniqi këtë premte mori pjesë në seancën ku pa akuzohet për keqpërdorim të buxhetit të shtetit në vlerë prej 37 milion eurove. Bashkë me të, në bankën e të akuzuarve ul edhe Isuf Zejna, përfaqësuesi një kompanie. Ky i fundit i akuzuar se ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale. Me të nisur seanca, mbrojtja kërkoi fjalën. Ka dërguar një kërkesë për shtyrje të kësaj seance, pasi që bashkëshortja e tij ka pas një aksident trafiku në Gjermani dhe se urgjentisht është dashur që të udhtoj për në Gjermani për këtë qëllim. Gjykatës i ka dorëzuar prova të mjaftueshme. Duke parë këto rrethana, kryetari i trupit gjykues pati një pyetje për të akuzuarin Krasniqi. A dëshiron të mbrojtë avokat apo dëshiron të ndrojë avokat apo si është ndihmuar? Gjyqtari Rahman Beqiri parashikoi një gjykim të gjatë duke marrë parasysh lëndën voluminoze. Pritet të jetë një proces marrë parasysh nëse 6 shqiptar, numër të madh provave e domosdoshmërisht me siguri do të ketë edhe ekspertiza. Këto rrethana që u shfaqin këtë premte në seancë, sipas prokurore speciale Fikrie Fejzollau, mund të zvarrisin procesin gjyqësor. Vërtet saksova datën, përkundër faktit që nuk mund të jem e sigurt nëse mund të jem unë prezente si përfaqësuese e prokurorisë apo jo, por gjithsesi të kujdesem për zëvendësimin tim, por në të njëjtën kohë, në mënyrë analoge, kisha dashur nga gjykata që të kërkoj edhe nga ana e mbrojtjes të veprojnë po të njëjtën mënyrë, që mos të kemi prolongime të tilla. Pasi palët përfunduan komentet, seanca e radhës u caktuar për në mes të janarit. Po në këtë gjykatë sot është mbajtur edhe seanca ku ka vazhduar gjykimi ndaj të akuzuarit për krime lufte Slađan Trajković, i cili gjatë kësaj seance ka dhënë mbrojtjen e tij në lidhje me akuzat e prokurorisë speciale, ku ish polici serb i akuzuar për krime lufte në Vushtre thotë se i mbrojti shqiptarët. Pas 3 vitesh nga arrestimi, këtë premte erdhi koha që ta jap mbrojtjen e tij. I akuzuari për krime lufte Slađan Trajković fjalën e nisi duke treguar se në kohën kur pretendohet se janë vrarë civilet në Vushtre, ka qenë duke festuar në shtëpinë e tij. Me 6 prill kam qenë në shtëpi. Atë ditë kam festuar Origjendan Sinu. ditën e datëlindjes së djalit tim.
Edhe pse ka shërbyer me uniformën e milicisë serbe gjatë kohës së luftës, Trajković mohon se ka qëndruar në Reznik gjatë periudhës ku akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Para lufte, po as gjatë lufte, këmba në territorin e Reznikut. Ish policia e Republikës së Kosovës mohoi edhe përfshirjen në vrasjen e 9 anëtarëve të familjes Ujkani, duke pretenduar se ka pasur raporte të mira pas luftës me ta. Pas lufte, sam bio 3 ili 4 puta kam qenë 3 apo 4 herë kod porodice Ujkani. Te familja Ujkani kanë punuar për vendosjen e keramikave, pllakave. Njëri ka qenë një policë i rangut të lartë me gradë. Ky u shpreh i gatshëm të vendoset edhe para detektorëve të gënjeshtrave, këndse për të vërtetuar pafajësinë e tij. Çdo akuzë që më ngarkohet me këtë akt akuz, unë jam i gatshëm të më vendosni pranë Ili na hipnozu. Të gënjeshtrave. Da, ovaj Slađan Trajković nema veze ni sa jednom tačkom ove optužnice. Ky është Slađan Trajković, unë jam ai dhe asnjë pikë e akuzës nuk ka lidhje me mua. I uniformuar në kohën e luftës në anën okupatorit rrëfej edhe një aksion të UÇK-s, ku i kishin mbetur të plagosur 6 kolegë. Janë vrarë në hyrje të shtëpive. Da. I tog dana Dhe atë ditë i sutradan dhe të nesërmën, kad trebalo da se održi sahrana, kur është dashur të bëhet ceremonia e vorimit, ka pasur një sulm nga UÇK-ja në këtë hoca. Dhe me këtë rast janë plagosur 6 zyrtar policor, pjesëmarrës nga UÇK-ja më kanë thënë që këta kanë marrë pjesë në atë sulm, mirë po kjo nuk ka rëndësi. Slađan Trajković tregoi edhe strategjinë e luftës që forcat serbe përdorin për të mbrojtur nga bombardimet e NATO-s. E kemi lagur një batanje të kalit. I bacili smo ga na traktor. Dhe e kemi gjuajtur në një traktor. Jer smo se plašili da će NATO da nas gađa. Gjuajtur e kemi hedhë në një traktor, sepse jemi friguar që NATO mos na shkrep, mos na gjuaj. Arsye të nxehtësisë të cilën e lëshon traktori. Gjatë gjithë kohës fluturonin aeroplan mbi Bajir. Bilo je puno aviona. Ka pasur shumë aeroplan dhe mendoj që e kanë gjuajtur në drejtim të kazermës Bajir. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me 12 korrekt të 2023-s ka ngritur akt akuzë kundër Slađan Trajković, i cili akuzohet për krime luftës kundër popullatës civile. E javën kundër korrupsionit, Instituti i Kosovës për Drejtësi e ka përmbyllur me një aktivitet ku ka treguar se si ndikon kjo vepër penale në jetën e përditshme të qytetarëve. Përmes të hollave në tavolinë po pasqyrohet ndikimi i tyre në krimin e organizuar. Instituti i Kosovës për Drejtësi zgjodhi që kësaj ta përmbyll javën kundër korrupsionit 2025. Mbi shkrimet, rastet e manipuluara e vonesat në gjykim sipas IKD-s tregojnë jetën e përditshme në një vend ku ka korrupsion. Secili stacion e trajton nga një dimenzion të veçantë, duke kombinu elementet analitike me një paraqitje vizuale për ta shndruar korrupsionin nga një nocion abstrakt në një realitet konkret dhe të prekshëm. Prandaj në këtë hapësirë prej afër secili mund të shohin se si korrupsioni dhe krimi organizuar ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme, përmes mungesës së energjisë elektrike, përmes rrugëve të dëmtuara, ushqimeve të kontaminuara, ilaçeve të pasigurta dhe problemeve të tjera që prekin secilin prej nesh. Sipas Rezniqit nga IKD, korrupsioni po prek familjet, shëndetin, por edhe të ardhmen e brizave të rinj. Dhe gjitha këto pasoja të marra së bashku çojnë në një përfundim të hidhur në dobësimin e perspektivës së shtetit dhe humbjes së shpresës, veçanërisht tek të rinjt, të cilët përballë mungesës së mundësive për zhvillim, punësim e jetë dinjitoze, pastaj zgjedhin largimin nga vendi. Dhe kjo gjeneron migrim të vazhdueshëm dhe zbrazje të kapitalit njerëzor në të gjitha kategoritë shoqërore. Pikërisht këto elemente kemi tentuar sot që t'i paraqesim në një mënyrë modeste, por sa më reale dhe të prekshme. Në kuadër të javës kundër korrupsionit janë publikuar edhe raporte të tjera të rëndësishme. Java kundër korrupsionit 2025 nisi më 8 dhjetor me moton bashk kundër korrupsionit, e që qëllim pati rritjen e transparencës, forcimin e integritetit institucional dhe nxitjen e një kulture të qëndrueshme të llogaridhënies.
Ndrojnë temë dhe tani flasim për sindikatën e re të Kekut, të cilët kanë organizuar sot një protestë përmes së cilës kanë kërkuar rritje pagash. Kërkesat që kanë për punëdhënësin e tyre i shpalosën me pankarta. Të premtën punëtorët e Kekut protestuan para zyrave të këtij institucioni në kryeqytet. Kryetari i sindikatës së re të Kekut Nejat Lumnica ka kërkuar pagën e 13. Kërkesat tona kanë qenë që nga fillimi i vitit për ngritje të pagave. Atëhere, kur është ngrit çmimi i energjisë elektrike për 16%, por jo edhe pagat tona. Faktikisht, ne dim prodhimin e energjisë elektrike, punëtorët e Kekut prodhojnë e ketë se e kesko bëhet milioner. Këta nuk e dëshirojmë dhe nuk do të lejojmë. Rritje të pagave kërkoi edhe kryetari i sindikatës Kost Arben Plana. Jemi prag finales. Jemi prag fitores së madhe që t'i rritëm pagat. Jemi përfitore sepse jemi qëllu të bashkuar. Dhe bashkimi ka arrit mu bo me vjuve punëtor të Kostit dhe Kekut. Nga kjo protestë u kërkua që situata të mos politizohet. Kisha dashë protesta e punëtorëve të Kekut të mos politizohet. Shumë herë mramje, shohëm analista edhe njerëz saktun nga politika, tek partive politike. Nëse kërkesat e tyre nuk përmbushen, sindikatët deklaruan se do të protestojnë edhe një herë tjetër, e madje paralajmëruan veprime të ashpra. Flasim tani për një kategori tjetër të shoqërisë, përkatësisht për minatorët të cilët e kanë organizuar një peticion përmes të cilit po kërkohet pensionimi i parakohshëm i tyre. Të rinj të moshuar po ndalen në sheshin e Mitrovicës. Këta po japin firmat e tyre në peticionin i cili kërkon ndryshimin e ligjit për minatorët, saktësisht për pensionimin e parakohshëm të tyre. Drejtat e minatorëve, kushtet, pensioni me kontinuitet shumë 70% i pagës, me dalë moshën 50 ose 55 vjeç mos shumti, mirë po këtu janë konë edhe gjitha qeverit në ka pranu, në ka thonë janë të moshme, janë të arsyeshme, mirë po deri me sot nuk u realizu. Osmani nga sindikata punëtorëve të Trepçës në Stanberg tregon për numrin e madh të vdekjeve të minatorëve, pikërisht për këto shkaqe. Pemas luftës. Deri tani na i këtë morë dhe shënime diku për 160 minatorë kanë vdekë për kushteve të vështira, dhe më honë për smundje profesionale, brënhet, asma, dhe më honë këtu smundje që fituhen me njerë, për më rri moshe 65. Ky peticion u organizua nga Instituti për Hulumtimin e të Drejtave të Njeriut. E drejtoresha Kaltrina Regjepi Dragusha tregon numrin e nënshkrimeve dhe atë që po e synojnë si institut. Që synojmë të mbrim mini nënshkrime, në bazë të cilëve planifikojmë të njihet e drejta minatorë për pensionim të parakohshëm, të krijohet një listë smundjeve profesionale për të cilët minatorët, së shkak të cilëve minatorë shumë shpesh dudej moshën 65 vjeçare duhet punojnë, përkundër që shëndeti i tyre është i rënduar dhe nuk mund të pensionohen më herët, dhe po ashtu të bëhet ndryshimi i ligjit të minatorëve. Ky peticion do të qëndrojë i hapur edhe të shtunën dhe të dielën në Mitrovicë. Qëndrojmë me zhvillimet nga Mitrovica, vetë se tani flasim për një ceremoni të mbajtur sot, ku kryetari i ri Faton Peci është betuar. Kësaj ceremonie janë nënshtruar edhe asamblesët e rinj, ndërsa Peci është mirëpritur në zyrën e kryetarit nga kryetari paraprak Bedri Hamza. Gjendjen shëndetësore se ka të mirë, por ditën e inaugurimit të djalit nuk do ta humbë. E Faton Peci ndihej i nderuar para se të hyjë në sallën ku do betohej si kryetari i Mitrovicës. Nasi ndjenje madh, ndjenje jashtëzakonshme dhe nderi më i madh që një qytet mundet të pavësh. Përqafimi me nënën e tij është gjëja e parë që bën teksa hyn në shtëpinë e kulturës mes duartrokitjeve. Në sallën e mbushur për plot, gjithçka nis me himnin shqiptar e atë kosovar. Por pas verifikimit të mandateve të asamblesëve u vret mungesa e njërit, atij që garoi kundër Pecit për kryetar. Nga 31 asamblesë, 30 janë për, një mungon. Nga Partia Demokratike e Kosovës, Arjan Tahiri.
Sidoqoftë të tjerë që ishin prezent dhe dhanë betimin e tyre se do të shërbejnë me përgjegjësi për Mitrovicasit. Betohem. Dhe në pajtim e me dorën lartë e duke lexuar në telefon, betimin para të pranishmëve e dha edhe kryetari i ri i Mitrovicës, Faton Peci. Betohem. Ky tha se nuk do premtoj mrekulli për punë me nder gjatë mandatit të tij 4 vjeçar. Do të punoj me ndershmëri, me zemër, me durim e me drejtësi, për me kthy dinjitetin e qytetit e Mitrovicës. Si ju premtoj mrekulli, por ju premtoj punë të ndershme çdo ditë. Edhe si kryetari, pari veprimi i tij është përqafimi e dhurimi i luleve për nënën e bashkëshortën. E punën e parë të tij në zyre tashmë vetëse ka vendosur se cila do të jetë. Vendimi i parë është themelimi i komisionit komunal për vlerësimin e nevojave të fëmijëve të cilët kanë nevoja të veçanta për të pasur të qartë se sa asistent në mbështetje edhe në përkraje të fëmijëve për nevojat të veçanta është në sistemin arsimor të komunës së Mitrovicës. Por për ta bërë atë, ju desh të shkonte të pranonte detyrën zyrtarisht nga ish kryetari, që si askush tjetër në Kosovë, po e priste në zyre. Para medjave, Hamza i uroi punë të mbar kryetarit të ri, teksa ky i fundit e falenderoi atë për mikpritjen dhe u zotua për punë. Heroine, suksese edhe ju prifte mora e na prifte mora. Ndeshëm dhe kryetar për mikpritjen. Unë tash edhe si kryetari i qytetit, ndoja që edhe në emrin të qytetarit Mitrovicës, që uroj dhe përgëzoj dhe falenderoj për çdo punë të mirë që kemi bërë për qytet. E fare në fund, ish kryetari ja përmendi kryetarit aktual edhe një kafe. Tash mi ndrojmë kafe që edhe ma qëtë një kafe mua ne. Ndërkaq edhe Kuvendi Komunal i Vushtrisë ka mbajtur seancën inauguruese ku është betuar kryetari Ferit Idrizi dhe asamblesët e rinj të kësaj komune. Zyrtarët e policisë erdhën këtu për çdo rast. Mëngjesin e së premtes kishte hyrje dalje të shpeshta në shtëpinë e kulturës në Vushtri. Aty përveç qytetarëve po mblidheshin edhe ata që u votuan më së shumti në zgjedhjet lokale. Me duar trokitje pritet edhe kryetari Ferit Idrizi, që fitoi mandatin e dytë më 9 nëntor. Por ceremonia e inaugurimit vonohet për pak minuta derisa të vendoset fotografia e presidentës. Pas intonimit të himnëve bëhet verifikimi i mandateve të asamblistëve. Konstatoj se të pranishëm janë 31 anëtarët e Kuvendit. E më pas edhe betimi i tyre. Se do të kryj me nder, me besnikri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit, detyrat dhe do t'i ushtroj autorizimet e mia si antar i Kuvendit të Komunës së Vushtrisë në mënyrë që të sigurojnë kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Ceremonia vazhdoi edhe me deklaratën solemne të Ferit Idrizit, i cili u zotua për vazhdimin e projekteve zhvillimore për qytetet e fshatrat e kësaj komune. Unë, Ferit Idrizi, betohem ose deklaroj solemnisht që do t'i kryej detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat e mia si kryetari i Komunës së Vushtrisë me nder. Gjatë këtij mandati do të vazhdoj me projekte që të zhvillojmë qytetin tonë dhe fshatrat tona, që ta modernizojmë administratën, që ta përforcojmë arsimin, shëndetësinë, infrastrukturën dhe ekonominë lokale. Po ashtu do të punojmë për më shumë rend e ligj, shërbime më të shpejta për qytetarët. Me 14.580 vota, Idrizi kishte fituar në raundin e dytë ndaj kundër kandidatit Sulejman Meholli nga Lëvizja Vetvendosje. Sjellim informacione të cilat vijnë nga protesta e cila do të mbahet nesër në Shkup në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s. Kandidati për deputet i PDK-s Abelar Tahiri ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike me ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi nga Haga, duke cilësuar atë si një moment gjithmonë emocional. Tahiri ka theksuar se gjatë bisedës e ka njoftuar presidentin Thaçi se nesër zëri shqiptarëve do të dëgjohet fuqishëm në Shkup.
në mbështetje të kërkesës për drejtësi dhe liri për çlirimtarët. Gjithmonë emocionuese me bisedu me presidentin Thaçi. Në bisedën telefonike që pata sot me të, e njoftova se nesër zëri shqiptarëve do të dëgjohet fuqishëm në Shkup, ka shkruar Tahiri. E kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka mbështetur protestën e nesërme në Shkup në mbrojtje të krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, gjithmonë për krahje të luftës së drejtë çlirimtare, ka shkruar ai. Protesta në Shkup pritet të fillojë nga ora 13 në sheshin Skënderbeu. Po ashtu, sot mbështetje për protestën ka dhënë edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. E pikrisht për këtë protestë, e cila do të mbahet nesër në Shkup, ne do të bisedojmë tani në studio me Rafet Lapashtice nga OVL-ja UÇK-s. Mirë se vini në Frontal. Mirë se gjeta, faleminderit. A mund të tregoni për përgatitjet të cilat janë bërë deri më tani për protestën që do të mbahet nesër? Po protesta mbahet nesër më datë 13, në ora 13, sheshin Skënderbeu në Shkup. Organizata ka bërë përgatitjet, kemi marrë lejen nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Presim që t'jetë një pjesëmarrje masive, sigurisht më shumë me qytetarë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, nga bashkëleftarët e ushtrisë lirimtare kombëtare. Edhe pse ne e thrasëm këtë protestë, por gjitha protestat nuk kemi thirrë vetëm për ish luftarët, po për të gjithë qytetarët shqiptarë, të cilët janë në mbrojtje të kauzës tonë kombëtare lidhur me gjykimin që po bëhet në dhomat e specializuara. A mund të tregoni pak për organizimin, pasi që në protestat paraprake ka pasur organizim ku qytetarëve është mundësuar që të udhtojnë me autobus drejt vendeve ku është mbajtur protesta, ka pasur diçka të tillë edhe kësaj radhe? Në Maqedoni nuk do të udhtohet me autobus që kemi shkuar në Tiranë edhe në protesta tjera që kemi organizuar, të do të shkohet me pjesëmarrje të automjeteve. Ashtu dhe më thonë është organizuar dhe ashtu është para pa. Sigurisht që ka pas disa dhe deklaratat të kryeministit Republikës Maqedonisë Veriut Mickovski, disa deklarata politike. Mirë, po në fund është kthye dhe besoj që edhe kryeministri Macedon e din që Macedonia sa është e Macedon është edhe shqiptarëve dhe nuk guxon të hynë në ato variante me quajtë, qoftë politike, sigurisht e ka thonë për një slogan që e dim të gjithë që edhe Macedonët edhe Serbë gjithë e kanë mojtë në relacion me neve, mirë po mos të ishin shqiptarë, besoj që edhe Macedonia e Veriut shumë ndryshe do të zhduk. Sigurisht na mendojmë që zhduk ose si një pjesë e Republikës Serbisë, apo diçka më ndryshe, po jo si një Republike e pavarur tash. E integruar, shqiptarët atje kanë një rol shumë të rëndësishëm. Mendoj që, domethënë, roli shqiptar në Republikën e Maqedonisë është vendimtar. Edhe Mickovski po dhe Macedonët e dinë që pa shqiptarët Republika e Maqedonisë nuk mund të funksionojë. Kështu që lejen kanë dhënë. Tash është çështje, domethënë, e qytetarëve, ne i ftojmë që të marrin pjesë të gjithë. Sigurisht që pjesëmarrja edhe nga Kosova do të jetë, por besoj që nga Maqedonia më shumë mohet për bashkëkombasit tonë atje. A ju ka penguar ky qëndrim i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për organizimin e tillë me autobus apo për arsye të tjera? Unë mendoj që organizatorët, edhe pse domethënë kryetari dhe kryesia qendrore ka para pa ashtu që mos të ngriten ndoshta edhe tensione apo mos të ketë bllokada në kufi për shkak se nëse shkojmë nëse mënyra të organizuar për shembull në shtetin Macedon, besoj që edhe ata kanë me nga dal kanë me na legjitimue, me na më thonë që është edhe një rregull e kalimit ndërkufitar. Ajo ka qenë ndoshta më shumë arsyeja për arsye se na kemi lëvizje të lirë dhe do të thonë si qytetarë na mund lëvizëm edhe në Maqedoni edhe në vende të tjera, por na nuk shkojmë në Maqedoni me asnjë qëllim, domethënë, apo me një tendencë tjetër, shkojmë organizu protesta që kemi organizuar edhe në vende të tjera, në Den Haag edhe
në Francë apo në Gjetiu, në Republikën e tonë Shqipërisë, apo në vendin tonë këtu, do më thonë protesta është paqësore, qëllimi protestës dihet, do më thonë nuk kërkohet kurrë më shumë se sa drejtësi, është një reagim qytetar, mendoj që më thonë ne s'kemi mujt të rrimë të heshtur në çdo rrethana, jo pse na kemi dasht, apo pse kemi dasht të dukme në këto vendet e treta mi quajtash. Mirë po e kemi pa të arsyeshme se kur reaguan të tjerët të cilët kanë qenë shumë në informacion më të thellë lidhur me gjykatën speciale, këtë rast për të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, po presidenti Trump, apo ish ambasadorët që kanë qenë këtu që, në më thonë, në fillim kanë bo presion për mu themelu, po kur e kanë po devijimin, në më thonë, të gjykatës dhe ndrimin e rulit për çka ndërtua e gjykatë, shembull qysh në u ka bashkan gjitë në Den Haag ish ambasadori i Hollandës, me neve në protestë dhe ka pas një fjallë rasti dhe thëtë ndihem shumë keq, që unë kom bo kërkesë dhe presion të institucion të Kosovës që të ndërtuat kjo gjykatë, mirë po kjo gjykatë nuk është ajo që na e kemi menduar. Pse po them këto? Po them këto se kjo është një gjykatë e ndërtueme të cilën tash as shteti Republika e Kosovës që është ndërtuar mbi ligjet, mbi kushtetutën, mbi parimet tona, nuk e kontrollon këtë gjykatë, por nuk e kontrollon as dhe më thonë bashkësia ndërkombëtare apo një shtet i caktuar i cili jo e kontrollon, po e monitoron punën e saj. Dhe më thonë ne jemi interesuar po një lloj të tillë të punës edhe të formave të gjykimit, të trajtimit të dyshuarve, apo të dëshmitarëve, apo të marrjes së argumenteve, dhe më thonë nuk e sheh në asnjë gjykatë penale ndërkombëtare. Më thonë, ne kemi x raste që gjykatat ndërkombëtare, dhe më thonë, kjo është një gjykatë speciale, mendoj që prej saj edhe bota demokratike shumë ka me mësuar. A mund nga të regoni në lejen e lëshuar nga Shkupi për të organizuar këtë protesta, ka pasur ndonjë specifik, apo kërkesë, me qenë se zotëri Mickovski e përmendi edhe formimin e një shtabi krize në rast se sipas tij do të ketë ndonjë. Pa i ka dalë me atë deklaratë se ka menduar që ne shkojmë atje dhe rebeliohemi. Më thonë, Mickovski e din shumë mirë që, më thonë, kur vjen konë momentet më rebelu shqiptarët, e din statën se çush ka qenë Maqedoni. Thonë, ne nuk shkojmë më rebelu atje, ne shkojmë me protestu, në mënyrë demokratike, si njerëz të civilizuar, në të gjitha protestat deri këtu në Shkup. Dhe më thonë, kemi marrë mirënjohje edhe prej vendeve ku i kemi mbajt, dhe më thonë, nuk e kemi thyë asnjë rregull me të cilat na ju kemi premtu se do të bojmë në lejen që e ke marrë. Për ndryshe, më thonë, nëse kishme dashur me shku, na i kemi edhe rrugë tjera, por nuk është momentumi edhe nuk është nevoja, se nuk është situata atje. Po ai Mickovski e bën një kauzë politike, më thonë, qeveria aktuale Maqedone, mendoj që është në dëm të vetë Maqedon, jo të shqiptarëve, mirë po Republikën e Maqedonisë e ka kthyer në një kohë tjetër. Dhe më thonë, janë të infiltruar tash edhe organet e Republikës së Serbisë, dhe mëso ne jemi të njoftuar, e dim që njësitë policore të Republikës së Serbisë tani lvizin deri në Ohër, e kanë qatë relacion të patrullimit, dhe më thonë edhe është ndërhyrje direkt, dhe më thonë në organet e brendshme edhe ata punojnë në drejtim, përsido që tjetë ai mund ngritë shtab krize pa problem, si vjen kur gjë veç ka mu shpenzu se në aspektin material se resurse njerëzore, për arsye se nëse dojmë për me shtim funksionat shtab, me nxirr na punë, në mendoj që na nuk ishme të regu që përshkojmë, edhe nuk ishme kërku leje për me mojtë protesta. Thonë, ne jemi koordinu me të gjithë akterët politikë edhe shqiptarë, pësoj që edhe organizatën e veteranëve të Ishte edhe vleni shqiptar që doli kundër këtij organizimi? Dëgja, vleni ka dalë kundër shqiptarëve në Maqedoni. Unë nuk po du me bo politikë këto, ne marrë dhe më thonë si luftar të
të shpalosi qëndrimet tona të organizatës OVL-s lidhur me këtë gjendje që e kemë. Dhe më thonë, mirë po na i dim qëndrimet e tyre, kështu që nuk kisha dasht me i komentu ma shumë, dhe më thonë nëse i dim edhe deklaratat edhe tendencat e kësoj qeverie që dhe më thonë ta hjek gjuhën. Është dhonë mund në Republikën e Macedonisë Veriut, i njëjti mund është dhonë sikur në Republikën e Kosovës deri kemi ardhë këtu. Deri kemi ardhë këtu, e marrë një shembull shumë thjesht, deri të vim në një studjet lirë demokratike, transparente, që shpalosën të gjitha idejt demokratike para një televizionit pa cenzurum, presupozoj. E njëjtë edhe në Macedoni, dhe më thonë, shqiptarët kanë dhonë mund, dikush ka dhonë mund, që në Republikën e Macedonisë kishtë ministër shqiptar, të ketë kryetar kuvendi shqiptar, që shka të qepër para, të ketë edhe 3 mujorën e fundit edhe kryeministër shqiptar. Mirë po ajo është qëndrimi i vlenit, dhe më thonë, ne edhim këtë spaku po flasë ne, unë po flasë këtë aspekt ashtë në vetë, unë për veti e di se cilat rrugë malore i ka përdor ajo organizat për marrë deri këtu koshto. Nuk është e lakmueshme, nuk i bën dera as atyne, më thonë, pas atyne, por si do që tjetë funit as vleni së në nalë. Edhe nëse vjen deri ato, na kemi shku shumë njërë njerëzore, duke i respektu të gjitha institucionet e vendit ku do ta mojnë protestën, dhe më thonë, ata me deklarata mujnë me dalë, kanë me dalë sigurisht edhe nesër, edhe masit përfundon protesta, por si do që tjetë protesta do të mbahet. Në qartë, a ka ndonjë thirrje për ish luftëtarët që të mos jenë pjesë e kësaj proteste për shkak të rreziku që potencialisht mund të arrestohen? Unë e poshtë në portale që qarkullojke, dhe më thonë që nënkryetari Gazmendi ka thonë që luftarët e cilët janë në listat e përndjekësit mujnë me pasë, më thonë, probleme gjatë kalimit e brezit kufitar, por si do që tjetë edhe Republika e Macedonisë, dhe edhe qeveria saj duhet të deklarohet për arsye se ne nuk do të lejojmë që nëse format të kidnapohet kërkush aty. Dhe më thonë, atë mundohet në incidente i keq nëse dikush mendon që me urdhër arrest të Serbisë të kryej arrestime. Por gjëra të tilla kanë ndodhur edhe paraprakisht, ku këta persona që kanë qenë pjesë e këtyre listave janë arrestuar. A mendoni se në rrethana të tilla duhet ju bëhet thirrje ish luftëtarëve që të mos drejtohen drejt Maqedonisë së Veriut për protestë nesër, apo mendoni se nuk është problem? Tash unë më thonë, dikush që ka ndonjë vepër në Republikën e Macedonisë. Dëgjot, na jem njerëz edhe mundet që dikush të ketë një vepër tjetër, jashtë pjesëmarrjes luftën çlirimtare, dhe më thonë edhe ndiqet në aspekte private apo civile, për ndonjë arsye të ndryshme të pas luftës, dhe më thonë ai duhet të jetë i kujdesshëm vetë. Apo vëden, na nuk e kemi një të fort më mërzit për këtë punë, qoftë edhe nëse shkojmë në burg, apo vëden. Po flas tash për veti, po nuk e kemi një të fort me stresu veten që nëse na arrestojnë edhe na shojnë, apo den, ata i kanë në sapët e veta, na i kemi turnat, na i kemi respektu rregullat, ata mbetet të shikojmë apo i respektojnë rregullat ajo. Republika Macedonisë, unë nuk du me bon ndonjë deklarat këtu prej studios publike që me ngrit tendenca edhe politike, po nashta edhe nacionale. Por Republika Macedonisë Veriut duhet me di që nëse e fillon punën me shqiptar, qoftë Kosovës, qoftë Macedonisë, me vendimet e Serbisë për neve ka me pas problem më të madh se sa që mendoj. Dhe më thonë, na nuk jem të interesuar të him prap prej fillimit, nuk jem të interesuar për arsye se nuk është situata dhe nevoja, por nëse Mickovski edhe Vleni mendon ashtu edhe na jemi gati. Kur dojnë për atë çështje, dhe më thonë, jo tash të bëh me rival në fush betej, mirë, por nuk e kem njet me mendu 2 herë për atë punë. A vëden? Se edhe ata janë aty, si shkasin një rrugtimit gjatë të
njerëzve që disa dhe nuk janë, disa kanë vdekë me gjenerata, mirë po shqiptarët e kanë rrujt stabilitetin aty, edhe në Macedoni edhe në Ballkan. Na jenë faktori rëndësishëm këtu. Edhe funit nuk e kemi jetë me në mblefcu vetën para kërkujna. Kështu që ata duhet me konë matë kujdes shumë se na. Ata duhet me konë matë kujdes shumë se na. Macedonët nëse vinë përmes rregullave që shteti dhe Republika joni ka në dispozicion për me mbajt një eveniment, dhe më thonë këtu, unë e besoj që s'kishim pas nëjë problem. Pra vlerësoni se nuk duhet të kufizohet askush nëse veç ka vullnet për të marrë pjesë në Po nuk protestë. duhet të kufizohet, unë e besoj që kanë me marrë pjesë edhe qytetarë, jashtë luftare, politikane, qytetarë, shqiptarë të cilët e dojnë Republikën e Kosovës edhe dojnë historinë e vetë. Tash unë e pishona për Facebook duke shkruar në format ndryshme edhe për Macedoni atje, edhe për liderët shqiptar atje, edhe për njerëz që marrin këtu, njerëz që nuk janë në rrjedhat të problemeve dhe të punës, vetëm që kanë dëgjojnë, po tash në këtë momentum, dhe më thonë është edhe një farë disponimi personal për me shku, se na nuk muj me imponu kërkan me shku, mirë po të gjitha protestat janë konë të knaqshme, pritjet janë me marrë pjesë dikon 15.000, 20.000 njerëz. Pra presni që të ketë një shifër të tillë. Në çdo protestë të pritjet që i kemi pas, i kanë të i kalu numrin, dhe më thonë, edhe në Evropë edhe në Republikën tonë të Shqipërisë, po edhe këtu në Prishtinë, unë besoj që edhe në Shkop kanë me të i kalu pritjen tonë që e kemë, na kemi mendu aty dykun, po na e kemi dhonë një mesatare ose nërmesatare, po gjithëherë i ka të i kalu, dhe më thonë, pjesëmarrja e qytetarëve për arsye se cili e njën vetën shqiptare dhe se cili shqiptar besoj edhe shqiptare, burre, grua, vajzë e djalë, e mbrun historinë e vetë, jo që e mbrun organizatën apo kumë, pa e mbrun dignitetin e vetë, e mbrun historinë e prindëve të vetë, shtetit vetë, kumbit vetë, kështu që na për ata ju jem shumë falenderu, se na luftar nuk jem atë shumë. Do më thonë, jem një numër, atë sa jem, po nuk jem qaja pjesëmarrje për shembull që keni qenë edhe jo. Në këtë rast, për shembull, një rol të veçantë kanë luajtur edhe mediat tona demokratike, që na pa juve nuk kishim mujt as me i qitë në pa problemet që i kemi. Kështu që, do më thonë, ai vullneti juve, do më thonë, është motiv edhe për neve. Cilat janë disa prej thirrjeve cilat do të bëhen nesër gjatë kësaj proteste? Ka ndonjë ndryshim nga ato paraproke, parullat, cilat do ta shoqërojnë këtë organizim? Besoj që do të jenë të njëjta, janë unike se problemi është i njëjtë. Do më thonë, na nuk mujt dalëm prej kauzës. Do më problemi është i njëjtë, edhe na nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa drejtësi. Do më thonë, na nuk kërkojmë, na kërkojmë drejtësi. Në poshtë një lajmë, dhe më thonë me datën 17 Jack Smith do del para Këshillit Gjyqësor edhe Kongresit Amerikan edhe ajo sonë do t'jetë mbyllur, po do të rrëfejet aty se që ka bojnë njëri. Dhe që aty sui generis është që ka ndodhë, dhe më thonë aty na gjithë kemi, jo që kemi qenë optimist, po na versionin final gjithë pozitive kemi prit. Për shembull, nuk ka një gjykatë ndërkombëtare penale që ka zgjatë me kas vite, të më thonë njerëz të mbohen në paraburgim. Edhe pse e thëmë to? Unë e thëmë to se këto figura nuk janë figura të skutave. A vëdem? Edhe nuk janë figura që në këtë periudha, po në këtë shekull jetojnë ilegal. As prezident Thaçi, as dy kërparlamentarët, ja Krasniqi e Veseli, po as Recep Selimi, deputeti edhe të tjerë. Domthonë ta kanë shku në mënyrë vullnetare, e dy prej tyne kanë qenë në funksion politik, kur është themelu gjykata speciale, edhe janë ndërzu vullnetarisht, edhe nuk janë njerëz për shembull që vinë këtu që është ndërtohet kauza, po qëllimi u konë që të mpushtet qëndrimi qoftë politik, qoftë i historisë, na jem qytetarë dhe funit të gjithë diçka lexojmë, apo dhe nuk jem si qytetar kosovarë në mendoj që jem prej njerëzve më të lexueshëm edhe në parametrat e teknologjisë më të avancume se shumë vendet e Evropës. Mirë po,
tash na I besojmë drejtësisë, na dim që drejtësia I përdor format e veta dhe na për që e krejt që kjo akt akuz për njerëz të lexueshëm, edhe njerëz që e kanë përcjellë në kontinuitet problemin, po flas edhe për njerëz shumë të informuar, ndërkombëtar, që kanë qenë diplomat amerikan, që janë më të informuar se nashta krejt në Kosovës, pa nashta heq, do krejt kjo akt akuz bjen mbi Republikën e Serbisë edhe figurat e tyne, që e ndërmarrja kriminale, edhe që ato veprimet e tyne, do më thonë, bjen mi ta. Që kjo bota demokratike, NATO, Shtetet e Bashkuara, edhe gjithë vendet e Evropiane, ka gja shumë, që është tha Christopher Hill, jemi mendu se na si kemi mbështet as shqiptarët, as sërbë, po I kemi mbështet politikën amerikane, edhe ka gja gata as neve nuk na kanë mbështet në fillim të këshyr kush jemi dhe çka po bojmë. Dhe më thonë, deri sa jenë bind që kësoj organizate do të mja dhoni mbështetje edhe popullit kosovar do të me ja hiqet armik edhe në farfor me në konë oponent të përbashkët në luftën për liri. E dyta, është e vetëmi organizatë, unë e kumë cekë edhe disa herë në këtë studio, është e vetëmi organizatë e kohës e cila nuk është shpallë terroriste. Shumë kohë kanë luftu në atë periudhë të cilat kauzën e kanë pas për popullin e vetë, po qëllimin prapavi ka qenë I kundër. Të më thonë, nëse generalët e NATO-s në librat e tyre, në dokumentat, në arkivat e tyre, e shpallin ushtrisë çlirimtare si guerilja me sukseshme e kohës, dhe më thonë, janë disa oponent si në Shkup e në Beograd për shembull, ose disa punëtorë të tyne, këtu edhe Kosovar, që dhe më thonë bojnë analiza dhe ushtarake dhe politike, që është përkeqësor dhe se një farlloj argate e kanë kryer dhe disa qytetarë Kosovar këtu tund, për qëllimet e tyre, disa kanë qenë të paguam, disa janë arrestuar, tash janë proces gjyqësor, dhe më thonë po thuj një naqmend dhe disa pa. Flasim për protestën sot brenda PDK-s, njoftuan se kanë pasur një bisedë me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, të cilin e kanë njoftuar se nesër shqiptarët do të jenë të bashkuar në Shkup. Si mendoni se po I presin ish krerët e UÇK-s këto organizime të cilat po bëhen gjithandej? Shqyqa, shumica e luftarëve do më thonë njën edhe me ish krerët e drejtuesit tonë edhe udhëheqësit tonë, edhe ata e dinë edhe qëndrimin tonë, po e njohin edhe karakterin tonë. Po këtu janë mundësit tona, dhe më thonë mundësit tona nuk janë më të mdhaja, më shumë me bo. Mundësit tona janë me reagu, mës me nejtë, dhe më thonë edhe me shiku si në televizion se çka po ndodh, e jo një për arsye se Republika Kosovës shumë pak është marrë me këtë problem. Unë po ndëgjoj zona dhe analist qoftë e kyshën përmes videolinkëve nga Evropa apo këtu dhe që thuj nuk dohet, mirë po me këtë problem Republika e Serbisë është marrë shumë. Dhe më thonë është marrë shumë edhe ka punu shumë, so ka depërtu shumë thellë edhe në vendin tonë, duke gjetë njerëz bashkëpunëtorë të saj, disa tash vetëm janë të arrestuar, e ka dhonë financa shumë të mëdhaja, deri e ka pru këtë problem këtu në Këshillin e Evropës me kalu, se është shpërdhitja e fundit. Dhe ndëgja, Serbia e dhemshme u konë Kosova për ta. Dhe më thonë, nëse mund të fokusohemi te protesta dhe te komiti po sigurisht tash na nuk e dim. Ndëgja, unë me dolën pozicionin e atyne, dhe më thonë, isha ndi mirë, kur dikush e shes që qa pëndodhë. Në nuk kemi ndërhy në organet e drejtësisë kur me protesta. Nuk I kemi komentu as në herë çështjen e shqyrtimit të akuzës. As në herë. Dhe më thonë, lloj metodash, s'po ku ato jenë publike dhe na I komentojmë se jenë deklaru vetë. 530 orë përgjime të jashtëligjshme në format të ndryshme edhe të ndrimit të stafit e të personelit në pastruese, prokurore, varianta tjera, në mund që jenë deklarume prej tyne.
arsyetimet e prokurisë edhe të gjykatës, që në dukje duket si kur këta janë të harmonizuëm, dhe më thonë që ja mu ndikojnë të dëshmitarët, kjo gjykatë edhe askush tjetër nuk mundet me argumentu që dikush nga luftarët serioz ka shku të një dëshmitar edhe dyso dijen ata publikisht kush janë. Kur jemi të procesi gjyqësor në Hag, me qenë se jemi në fund të bisedës, besoj që jeni njoftuar për lirimin me kusht të Isni Kilajt. Si e keni pritur këtë lajm? Ky lajm, dëgjoj, se do më thonë, ky lajm shumë i mirë, po është një problem tjetër për shembull. Isni Kilaj dhe të tjerët që janë arrestu për gjoja ndërhyrje të dëshmitarët, do më thonë për të njëjtën problem arrestohemi unë e ti. Unë e lirohna, kurse ti mbet në burg. A kupton? I ka hub kredibiliteti gjykatës. Më thonë me një kuacion që, do më thonë... Pra është një problematike e faktin që zotri Kilaj është liruar, por jo edhe të tjerët, të cilët janë për të njëjtën. Është edhe mshme që tjerët kanë mbet aty se nuk kanë vetëm pimoj njerëzit abëden pa arsye. Janë të imojtë se adem se nuk janë figura për ato, në gjëna, edhe unë sot, unë shpesh herë kompetencua që nuk është e pa ditë në prokuria den kush janë ata dëshmitarë. Apo den? Nuk janë dërdoleca bore ata. Nuk janë dërdoleca bore. Kuria ka dështu, janë dollë materialet, janë shpërndaj, kanë morë këtë mediat kësovori, kanë pas ato materialet ndërë. Apo den, nuk është i ka ja. Dhe funit edhe nëse je dëshmitar, dile ato të rega për çka je, çka po dënë, po la faqaj argumentet, po jo ti dëshmitar për shembull nëse ke dështu njët, edhe të afron një joshi ose një financë dikush, qoftë Republika e Serbisë, qoftë Jack Smithi me këtu aparatura në vetë që e ka posë që po dihen me emra këta, edhe tash është të morë Amerika. Dhe që të me thonë me këtë njeri mu morë Shtetet e Bashkuara me Amerikës edhe Kongresi Amerikan. Vënë kjo nuk ka problem i vogël kjo. E tash nëse Republika e Kosovës mendon që vetëm veteranët vetën këtë problem edhe këtë kauze më shtetin, atër institucionet tona janë të vdekuna edhe du të mi shpoll të vdekuna, ose du të mi morë disa tabut kufuma mi që para institucionet tona milion. Këtë është problemi qyshë këta e logarisin vetën. Unë ju falenderoj që ishit pjesë emisionet Frontal. Faleminderit shumë edhe ju falenderoj edhe për sensibilizimin për krahjen, mbështetjen edhe për cilën gjithkund që kemi qenë, si organizatë edhe si shtet, po edhe në aspektin qytetar, po thëmë, një gëzumi që i kemi media tona, demokratike, të lira, edhe për qëta edhe na luftartë, jemi mundu të dhom një mund që sot jem pranë studio tona, jo të cenzurum edhe të folim të mund hapun për çdo problem. Falenderit edhe njerë. E shikues të nderuar, me bisedën në studio ne po e përfundon me emisionin Frontal për sot, unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.